Titonëve kanë vrarë ballistat kosovarë, i kanë masakruar që sepse ishin nacionalista, duajnë Kosovë të lirë, si që kërkojnë dhe sot, edhe ashtu dhe për gjitha kufit tona të Shqipërisë. Edhe kanë bërë masakra, Shefqet Peçi në një familje kosovare ka ngrënë drekën, dhe kur dolli andej nga jo familje, i thani që kjo familje ka 4 vjet me ballin kombëtar, ka vrarë një plak 95 vjeç. Shefqet Peçi në Kosovë, e shumë masakrat tjera ka bërë. Lufta civile kishte marrë për masa tragjike, Shqipëri do të kishte 30% britanik. Por cili do të ishte roli i tyre? A mund të ndalin ata këtë vllavrasje? Nëse më 7 prill 1939 Britania ishte shprehur se Shqipëria nuk ishte në zonën e interesave të saj, tashmë ngjarjet kishin marrë tjetër zhvillim. Tito ishte premtuar Serbia e Madhe duke përfshirë këtu edhe Kosovën. Ekzistenca e ballit kombëtar dhe forcave të tjera nacionaliste në treva shqiptare do të ishte pengesë për Titon. Prandaj dhe Tito do të urdhëroi Enver Hoxhën të fillojë luftën civile. Nga Londra, BBC-a të propagandonte si forcë luftuese vetëm forcat komuniste. Aleatët po shikonin Shqipërinë si tegzim të Jugosllavisë dhe fatkeqësisht nuk kishin politikë përcaktuese për të ardhmen e saj. Me ardhmën e gjermane, balli kombëtar vihet midis dy zjarresh, prej pushtuesit të ri dhe komunistëve që kërkonin asesimin e tij. Në maj 1944 mbahet Kongresi i Përmetit, i cili do të nxjerrë jashtë ligjit të gjithë forcat luftuese e në këtë mënyrë do të përligjë pushtetin e Sovjetëve në Shqipëri. Në tetor 1944 në Berat mbahet Kongresi i Ballit Kombëtar me temë si të shmangim luftën vllavrase. Në kongres merr pjesë edhe grupi i majt i Sadik Premtes. Por asthirjet e Mitat Frashërit, asthirjet intelektuale të shquar dhe klerikëve nuk mund të ndalin luftën vllavrase. Komunizmi është një sëmundje të mërshme, si tërbimi i qenëve dhe i ujqeve. Është një kolerë që nuk po shkatron vetëm trupin, por për më tepër zemrën dhe shpirtin e njeriu. Nga fundi nëntor 1944 Mitat Frashin e gjej në Shkodër, qendër e nacionalizmit për të gjitha kohrat. Qëllimi ishte krijimi një fronti të përgjithshëm antikomunist. Krijohet beslidhje Shkodrës me në krye ndodh Çobën, Shefqet Mukën, Lec Kurtin, Jup Kazazin, por që nuk ka sukses. Kraherët e veriut mendojnë se do të përballojnë komunizmin secili më vete. Në 7 maj 1944 del numri i parë i gazetës Flamuri, në krye devizën Partia jonë në Shqipëria, dhe anash Bardhje dhe Fanoli, o flamun qak, o flamu shkav, o vatë ronder, o nën babav. Slavo komunistëve shqiptare ata do të përpiqeshin që lufta civile të parapet edhe në trevat e tjera. Tito i kërkon Enver Hoxhës që të dërgojë forca në Kosovë, Martëzi, Maqedoni për të luftuar armikun, pra shqiptarin kundër shqiptarit. Në Kosovë rolin vllavrasës do ta marrin përsipër Fadile Mehmet Hoxha, të cilët të vënë në shërbimin serb do të dalin hapur kundra forcave nacionaliste. Forcat e brigadës së 2 dhe 3 të drejtuara nga Gjilleshi dhe Sotiru Vullkani fillojnë luftën kundra forcave nacionaliste të Gjem Gostivarit për t'i hapur rrugën pushtetit slavo-komunist në Maqedonas. Në këto kushte dramatike të luftës civile, ku gjaku i shqiptarit derdhë dhe lumë për interesat e të huajve, forcat nacionaliste do të mblidheshin në Shqipërinë e mesme dhe të veriut, duke shpresuar në zbarkimin e aleatëve, por për ironi të fatit, aleatët e kishin marrë vendimin prej kohësh. Ata kishin ndihmuar dhe vendosur që në Shqipëri të fitonte komunizmi. Misionet angleze jo vetëm që praktikisën nacionalizmin, por ato nuk morën me vete as Abaskupin, mikun e tyre. Ky do të ishte një tjetër turp dhe mësim për historinë. Në këtë mënyrë, po të shmangur katastrofës dhe përplasjes direkte me forcat komuniste, Mitat Frashi do të drejtojë kraherëve dhe mira ushtarëve nacionalistë mbledhur në Shkodër. Marë përgjegjësinë t'ju deklarojë se që bëjmë organizatën e ballit kombëtar. Ajo e kreu misionin e vet historik. Mirë apo keq, këtë do ta tregojë vetë koha. Me humbur luftën, por jo shpresën. Fatkeqësisht, historia që kthyer prapa. Shovinistët serb kishin triumfuar përballë interesave kombëtare, dhe ata do të kryejnë një gjenocid të ri për gati 50 vjet mbi Kosovën martire.
Në 22 nëndohë 1924 në orën 16 rreth 150 nacionalistë i për anijën e siguruar vetë dhe sunë pëndet në heshtje. Kiqin e anijës mitat frashit të me dos flangurin e batalionit Besnicano të vetëm të pasuri që kishte me vete dhe të drejtohet të fëtarve. Po ta duhet ta di se ne vëm detyrën karshia veut e qytetërimit. Ne largohemi jo që të shpëtojmë lëkurën, por të vazhdojmë përpjekjet për shpëtimin në Shqipërisë. Por anija u shkëput nga bregu, shpërtheu në mënyrë të vetëvetishme kënga, lamë të mirë, këngat e mia. Për ironi të fatit, baba i kombin nga Betea Plako, shërbestari i Shqipërisë, apostolli i Kosovës, fytyra e kombin, fryma e fundit të frashëllime të merë të rrugën e mërkimit të patëshrueshëm. Të mbajtur me vetë të ashtur të rackosur thesin e halleve shqiptare, duke lënë prapa me mira dëshmorë të ballit kombëtar. Të nesër më 23 nëntor arritën në Brindisi dhe pastaj në Bari ku vendosën në kamp si rob lufte. Datën 28 nëntor, 6 ditë pasi kishin lënë atë unë, kantohet dita e flamurit. Në këtë mënyrë, mitat frashit, do qaset të dhimbshme e dramatike do të bëhet ushqimi shpresës së kthimit në ande. Akti i fundit i